Komisioni i rithemelimit vijon në procesin zgjedhor për kryetarët e degëve në Partinë Demokratike, proces që po kontestohet nga mbështetësit e ish kryetarit Lulzim Basha. Për të diskutuar mbi këtë proces, u kam në studio zotin Bujar Vreto, i cili deri të hënën ka mbajtur detyrën e kryetarit të degës, ndërsa procesi zgjedhor i organizuar nga rithemelimi duhet thënë se nxori fitues zotin Ilirian Alliu. Zoti Vreto, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në fakt keni pasur një reagim të parë pas procesit që u zhvillua në degën Eli Branshit, flisni për grupin e shkatërimit. Kujt i referojnë dhe pse? Në fakt, grupi i rithemelimit apo i shkatërimit, siç dhe e kam cilësuar në një status timi në Facebook, e konsideroj të tillë sepse asnjëherë nuk kanë qenë konsistent dhe të hapur për një bashkim të Partisë Demokratike. Ashtu si dhe proklamojnë në çdo studio televizive apo edhe në takime të ndryshme nga qendra deri në bazë. Unë pavarësisht se nuk e njoh këtë komision rithemelimi, unë edhe shumë të tjerë, e kam ndjekur hap pas hapi me persona të autorizuar prej meje për të parë situatën nga baza deri në zgjedhjet e degës. Dua të them me përgjegjësi të plotë se si fazë e parë e lëvizjes të atyre antarëve të grupit të rithemelimit, nuk kanë bërë asnjë hap konstruktiv për një parti demokratike të bashkuar, të hapur dhe gjithëpërfshirëse. Nuk janë konsultuar. Sepse që në pikënisje, Komisioni i Rithemelimit Tiranës, edhe pse ne nuk e njohim, duhet ishin drejtuar degëve të Partisë Demokratike, zyrtarisht, siç dhe ata proklamojnë se janë miratuar nga Kuvendi i 11 dhjetorit, se po hapin një proces zgjedhor. Gjë që nuk ka ndodhur në këto 5 muaj. Unë, si një drejtues i degës, prej 8 vitesh, por edhe shumë të tjerë që kanë kontributa dhe sakrificat jashtëzakonshme në këtë opozit që ka qenë opozita më e egër. Pse e them opozita më e egër? Sepse është përballur me një organizatë kriminale që drejton tash e 8 vjet vendin me Edi Ramën në kryet. Pafytyrësia e rilindjes ka shkaktuar mjaft trauma të demokratët, duke i dhunuar ata, duke i persekutuar ata, duke i joshur madje. Por, ata edhe kanë bashkëpunuar me disa persona, të cilët 2005-2013 kanë pasur pushtetin në qeverisjen e djathtë. Pra, kanë qenë pikat kyçe të pushtetit, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. E them këtë se ky grup rithemelimi, duke bashkëpunuar në mënyra të fshehta dhe tinzare me rilindjen, e kanë atrovizuar Partinë Demokratike. Edhe po të shikonim sot në parlament, atë skenë të shëmtuar dhe të turpshme, që ndodhi mes zotit Berisha dhe zotit Alibeaj, është e inicuar dhe intriguar nga zoti Rama. Se zoti Rama me çdo kush do një opozit të përçarë. Po si mundet një ish kryeministër dhe një ish president të bjerë në këtë nivel? Prandaj unë e dënoj me forcë atë akt dhune që ndodhi sot në parlament. Mbase nuk e kam staturën për të gjykuar deri atje, sepse jam në një nivel lokal, por si unë dhe të gjithë demokratët e ndershëm, demokratët që kanë sakrifikuar dhe kanë vuajtur, demokratët që janë dhunuar, janë burgosur,
absolutisht nuk duen të bien pre e kësaj dhune dhe këtyre inskenimeve. Tashi të kthehem ke pyetja juaj për ta plotësuar. I ashtu quajtur grupi rithemelimit Librazhit, pra 4-5 zyrtar, në fazën e parë të tyre, që duhet të bështin zgjedhjet në seksion, në grup seksion, dhe deri në degën e partisë, nuk janë kryer asnjë zgjedhje në asnjë seksion dhe në asnjë grup seksion. Ata kishin për detyrë që në seksion të hartonin edhe listat e zgjedhësve. Pra, listat e antarësisë aktive dhe persona me kontribute që kanë zona të caktuara. Por kjo nuk ndodhi. Dhe për ta definuar këtë, ata para 3 ditësh bën dhe një të ashtu quajtur zgjedhje për kreun e degës Partisë Demokratike në Librazh. Unë edhe këto zgjedhje i kam hedhur poshtë. Aty ka pas dhe demokratë të ndershëm, nga të gjitha grup seksionet, 5, 10, 15, 20, dhe gjithë bëhen rreth 150 persona, që kanë kontributet jashtëzakonshme të Partisë Demokratike. Por pjesa tjetër janë të sjellë me grupe familjesh, babaj, nana, burri, gruaja, fëmijët, për të votuar për njërin apo tjetrin kandidat. Dhe rreth 60 veta, unë e kam hedhë dhe ke statusi, janë persona që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Mbadje ka votuar dhe një kryetar zone i Partisë Socialiste, një Mustafa Hajdari. Dhe këtë e them me përgjegjësi të plotë. Absolutisht kanë votuar disa të majt. Por këtë e përmenda dhe unë i kam të evidentuar këta. Por ka dhe një gjë tjetër. Mua sot sa po më ra lista në dorë e votuesve, dhe dua të them se nga 1200 veta që ishin të kjo listë, që e kanë hartuar nuk e di se si, sepse nuk përkojnë rreth 60% me antarësinë reale e Partisë Demokratike. E asaj liste. Kjo është lista fiktive që kanë vendosur. Kjo nuk korrespondon me listën reale të Partisë Demokratike, po 413 persona ishin nga një komunitet, nga vijnë 2 kandidatë. Nga kjo. Pra, nga ish komuna Hotolishtit, njësia administrative Hotolisht. 413 persona. Dhe rezulton që atë dite kanë votuar 250 persona, me i marrë zgabimi 10%, pra plus minus 10 apo 15 apo 20 veta, nga e njëjta njësi administrative. Ku është dhe përcaktuar i ashtë i quajturi kryetar si mas grupit të atyre. Prandaj dhe unë e kam kontestuar me ashpërsinë më të madhe për mënyrën e përzgjedhjes, qoftë dhe në grupin atyre, sepse gjithë të arsenal, gjithë të bateri që kanë harxuar për zgjedhjen e pjesme të antarësisë Partisë Demokratike, duhet ta kishin bërë në 25 prill për rrëzimin e Edi Ramës. Sepse Librazhdi më njeh mirë mua, njeh mirë demokratët e ndershëm, njeh mirë dhe ata, por vetëm një sugjerim do kisha këtu, të shkuarën nuk e blen dot askush, as me para dhe as me imponim apo dhunim të qytetarëve të Librazhit dhe mbar Shqipërisë. Zoti Breto, faleminderit që ishit këtu në studio dhe që ndatë argumentet tuaja se përse nuk e pranoni këtë proces zgjedhor që po zhvillohet nga Komisioni i Rithemelimit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.